Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip në Detare Televizion. Do të kem tani një lidhje të drejtë për drejtë me zonjën Eri Filitili. Mirë se erdhët, zonjë. Mirë se u gjej, nga larg. Ju ku jeni? Unë jam në Gjermani, jam në landin e Bavarisë. Jetoj në qytetin e Ulmit, të punoj në një qytet pak më të vogël, këtu në afërsitë të Ulmit. Na bëri shumë përshtypje dhe në fakt ju ftuam ne të ishit në këtë emision në një koment që ju kishit lënë në një prej emisioneve tona, se kështu njihemi nëpërmjet komunikimit, komunikimi na bën të njihemi. Ishte një emision për të moshuarit, për një shtëpi të moshuarit dhe ju folet aty për geriatrin. Që e keq kuptuan në fillim kur than geriatër, than pediatër, nuk po e kuptonin se vërtet dhe pastaj dikush tha jo, po flet për të moshuarit, pra geriatria është diçka tjetër, ka të bëjë me kujdesin për të moshuarit, është mjekësia e moshave të kaluara. Çfarë është në fakt për të kuptuar më shumë për të dhe pastaj edhe për t'ju njohur edhe juve? Është me mjekësinë e të moshuarve merret geriatria, domethënë mjekon pacientat e moshuar, kurse me shkencën e të moshuarve merret gerontologjia. Gerontologjia përgatit, domethënë bën studime si janë ndryshimet biologjike për momentin, për moshën e kaluar, i krahason ato me të kaluarat, mendon për të ardhmen, çfarë ndryshime do të psoj. Gjithashtu merret me konceptin se si çfarë nevojash ka kjo stres, ku duhet ndërhyjë politika për të ndryshuar politikat në lidhje me moshën e tretë. Kurse geriatria është ajo që shkenca që mjekon pacientët. Domethënë, çdo njeri plakja është biologjike, është natyrale, por në praninë e një smundje apo disa smundjeve, këto mbi të edhe komplikacionet që bën smundja vet, pacienti ose i moshuari bëhet një rast që ka nevojë për ndihmë. Dhe ndihma është mjekësore. Atëherë, kjo ndodh, për shembull, ju punoni në një vend shtëpi të moshuarish apo jo? Jo. Unë punoj në qendër rehabilitimi. Është bashkë me 2 spitale të tjerë, është një fondacion që së shpejti do të ndryshojë dhe emri dhe statusi, por janë 2 spitale që furnizojnë qendrën tonë shëndetësore me pacient për të rehabilituar. Mbas situatave të ndryshme mjekësore që mund të jenë operacione, mund të jenë gjendje të vështira mbas problemeve të zemrës apo probleme të mushkrive apo trombozave, mbas i kanë kaluar atë fazën e parë, përpara se të shkojnë në shtëpi, domethënë rekomandohen qendrat e rehabilitimit ku pacientët të shkojnë të rehabilituar në shtëpi dhe të rikthehen sa më afër asaj gjendjes përpara smundjes. Sa interesant, domethënë, shkon në spital, mbaron me spitalin, por ke nevojë përsëri të rehabilitohesh, nuk shkon direkt në shtëpi. Shumica e pacientëve kanë nevojë për të moshuarit, sidomos kanë nevojë për këtë rehabilitimin. Marrim një rast të thjeshtë, është një frakturë, është një thyerje e një artikulacioni. Dhe pacienti nuk mund të heci ose nuk mund të përdori një krah, dhe vjen tek neve për të mësuar se si duhet funksionoj me kohën, si duhet ta shtoj atë veprimin e gjymtyrës së prekur, domethënë duke shkuar në shtëpi i riaftësuar, i rehabilituar, i shërben dot më mirë vetvetes. T'ju bëj një pyetje se ndoshta unë nuk e di, edhe pse jam e rrethuar me të moshuar me kujdesin ndaj tyre, po më duket ndonjëherë sikur geriatre jam unë. Sepse më duhet të merrem me mamin tim, jam marrë me timat. Dhe nuk e di, ka geriatër në Shqipëri? Unë i takoj një gjenerate që mu mendua për geriatrin dhe dikush e filloi, po unë mendoj që nuk është bërë për këtë gjë, ose ka qenë shumë e kufizuar, dhe ndoshta ne si kemi kuptuar të gjitha ndryshimet që mund të ketë sjell ato persona që u morën me këtë punë, po unë shoh një ndryshim të madh dhe unë ashtu si juve kam rreth vetes të familje, kam pasur të moshuar që i kam përcjell deri për sa kohë që kanë jetuar dhe nuk mund të jetë geriatër një familjar. Geriatri është mjek. Dhe unë jam mjekër e parti në këtë qendër geriatrike. Pra kjo është qendra ku ju punoni? Kjo është qendra, aty vijnë pacientët dhe për çfarë kanë nevojë ato për mua. Aty në qendër unë
ndjek mjekimet e tyre, për sa i përket medikamenteve, nëse në varësi të situatës duhet të ndryshojë diçka, ose në varësi të problemeve që bëjnë, duhet vendosë që ndrojnë aty, rikthehen në spital apo shkojnë në shtëpi. Njëkohësisht aty punojnë fizioterapeut, që i riaftësojnë nga ana fizike, bëjnë ushtrime me ta për të rehabilituar. Aty ka punoj një social që në bashkëpunim me kërkesat tona për pacientët do të kujdesen si do të shkoj pacienti në shtëpi, kush do të jetë kujdesi që pacienti ka nevojë në shtëpi dhe kush do ta bëjë këtë kujdes. Kështu që nuk është se punon vetëm një geriatër në këtë qendër ose disa geriatër, por punojnë edhe specialitete të tjera në shërbim të moshuarve. Si funksionon me të moshuarit aty ku jetoni? Domethënë, e para njëherë kë quani ju të moshuar, në çfarë moshe? I moshuar nuk është më ai koncepti si ka qenë deri tani që mbi 60 vjeç quheshin të moshuar. Moshuar ka moshë të vjetër të hershme dhe të vonshme. Dhe deri në 65 vjeç quhet faza e parë, 65 dhe 70 është faza e dytë dhe mbi 75 vjeç quhen moshë e lartë. Ka ndryshuar koncepti disi për i moshuar apo jo, edhe për faktin janë me smundje, janë me paaftësi, apo janë fare normal të vazhdojnë të shërbejnë dhe të mbajnë veten pa nevojën për të ndihmuar nga fëmijët apo nga qendra të ndryshme sociale. Ky është momentalisht koncepti i përshkruar ose i pranuar në këtë formë për të moshuarit. Të këta të moshuar, kujdesen si funksionon, domethënë se ju e bëni dallimin dhe me Shqipërinë, është familja që është përgjegjëse, domethënë janë fëmijët, si funksionon? Se për shembull në Shqipëri, nëse paralizohet një person, familja paralizohet. Ose në rastin tjetër, familja emigron edhe mbledh mendjen edhe ti thjesht dëgjon që në atë shtëpira zjarri dhe ai vdiq. Domethënë po them rastet e këqija, po domethënë ka të tilla. Është ekstrem, po edhe ndos. Ashtu. Unë të thoja këtë që vetë pacientët që tash janë moshuar ose gjithë gjenerata e tyre kanë punuar dhe kanë paguar gjithë jetën që edhe në këtë ditë janë të përkujdesur. Që do të thotë, në këtë përkujdesje merr pjesë familja, merr pjesë edhe stacionet e ndryshme, spitalet, dhe varet kush është dhe çfarë mund të bëjë. Punojnë si ton social, për këtë merren vesh për herë të parë në pacientin vet, nëse është i qartë nga ana mendore, nëse pacienti nuk është i qartë nga ana mendore dhe ka kujdestar, merret me kujdestarin, nëse familja është prezente dhe është gati për të bashkëpunuar, merren vesh me familjarët. Që do të thotë, një pacient që ka dalë në shtëpi, edhe mbas rehabilitimit, dhe është akoma i paaftë për të mbajtur veten totalisht, atëherë bëhet ndarja e punëve. Merr një pjesë të përgjegjësisë stacionet qendrat sociale, që dërgojnë njerëz një herë në ditë apo 2 herë në ditë tek pacientët për nevoja të ndryshme, për t'i larë, për t'i ushqyer, për t'i çuar ushqimin, për t'i ndarë medikamentet. Ose një pjesë të tyre e merr familja, një pjesë e marrin qendrat sociale. Tu ka edhe ndihma nga komshit, tu ka edhe qendra që shpërndajnë ushqimet, domethënë natyrisht është një vend i zhvilluar që me këtë gjë është marrë prej kohësh dhe e ka të rregulluar, qoftë edhe me ligj, tek neve këto gjëra për fat unë mendoj se mungojnë akoma. Ajo që më çudit edhe më shumë është që sa është futur në shkollë ose sa po bëhen plane për të ardhmen për këtë drejtim. Të nuk jam e sigurt se sa. Për ku? Në cilat shkolla po flisni? Në Shqipëri? Por shkolla duhet të jetë shkolla infirmierisë, duhet merret me këtë punë, universiteti duhet merret me këtë punë, universitetet private gjithashtu. Kështu që po ka një problem, ka vetëm një problem, që të gjitha shkollat merren në rastin ose më saktë tregu nëse ka kërkesë do ofroj. Po problemi është që kërkesa e këtyre njerëzve ka buxhete të vogla në Shqipëri. Me këto pensione ai nuk arrin dot të përballojë gjithë sistemin, në asnjë shtëpi të moshuarit, se pensionet janë të vogla të këtyre njerëzve. Janë familjarët që paguajnë pastaj. Kështu që praktikisht është një treg që atyre s'u intereson, kam përshtypjen unë, se këtë jam munduar të kuptoj. Pse kopshe për fëmijë ka kaq shumë? Pse po hidhet gjithë paraja aty? Këtë moshuarit ka shumë pak shtëpi
moshuarit. Ja, është shumë e vërtet, por natyrisht të ne flitet për shumë të tjera pagesa shërosin në këto vende të zhvilluara dhe megjithatë dhe aty çmimet janë rritur shumë, me aq sa unë kam dëgjuar dhe jam informuar nga të njohurit e mi, por këtu një pjesë më të madhe mbulojnë sigurimet. Prandaj dhe e fillova me atë që ju thash që pacienti ka punuar gjithë jetën, ka dhënë kontribute për këtë punë dhe ka të drejtën të jetë i siguruar deri në këtë fazë të jetës së vet. Pra sigurimi që e mbulon. Pjesën më të madhe e mbulon sigurimi. Natyrisht, paguajnë edhe familja, paguan dhe vetë pacienti, edhe në kohën që qëndron tek neve, qëndrimi te ne është rreth 3 javë dhe në varësi të gjendjes të nevojës mund të shtohet 1 javë ose 2 javë të tjera. Natyrisht për këtë ne marrim konfirmim nga sigurimi, prandaj them që këto paguhen nga sigurimi dhe aq sa na lejon sigurimi të zgjatim qëndrimin në qendrën e rehabilitimit, aq edhe ne realizojmë me pacientët. Atëre, më lejoni të pyes, nëse ka njerëz që kanë ardhur nga Shqipëria, kanë punuar si kujdestar familjes me të moshuar apo kanë bërë punë të cilat si kanë siguruar mundësinë që të kenë sigurime. Çfarë bëhet me ta tani? Ata që kanë ardhur në Gjermani. Po. Që janë edhe ata kanë të drejta të kufizuara për këtë gjë. Nuk është njësoj si një vendas që ka punuar 30 vjet, 40 vjet dhe ka dhënë kontribute për këtë punë. Në varësi të për kontributeve që ka dhënë, merr edhe diçka ndihmë. Se kjo më bën shumë përshtypje kur dëgjoj shumë njerëz janë jashtë dhe thon për shembull që tani që erdhi mosha e 3 do kthehemi, në fakt në moshën e 3 i ke nevojë për shumë kujdese që në Shqipëri jo të gjitha i ke. Si ikin them, dhe këtë kuptoj që nuk kanë qenë siguruar, kanë punuar në zezë. Ju është dashur ai lek me çdo kusht. Dhe kjo tani e bën pamundur. Edhe ajo është, megjithatë unë mendoj që me çka kuptoj dhe me konceptin e njerëzve shqiptar që takoj këtu, është që njerëzit mendojnë që me këtë pagesë që do marrin këtu për pensionin jetohet në Shqipëri shumë mirë. Dhe është e vërtet, natyrisht, nëse këtu merr një pension që është më i madh pensionit që jepet në Shqipëri, e rregullon jetesën në Shqipëri. Por kjo bëhet fjalë për një jetesë normale, pa probleme shëndetësore dhe pa nevoja për shërbime të veçanta. Kështu që në këtë drejtim ato mendojnë se janë më mirë në Shqipëri. Tani, do doja të flisim pak për këto nevojat e veçanta, të cilat i kanë shumë të moshuar. Do shumë të moshuar kanë nevoja të veçanta dhe kjo është e dukshme. Në Shqipëri, unë për shembull personalisht që kam pas të bëj me agjensit për shkak të nevojës për kujdestare për prindërit, kam kuptuar që askush s'ma përgjegjësi fare. Asnjë lloj përgjegjësie, asnjë lloj kontrolli. Domethënë, janë jashtë kontrollit, jashtë përgjegjësive dhe nëse ndodh diçka, ato vinë me një tufë me lule në rastin më të mirë dhe të thonë ngushëllim. Jo, absolutisht. Domethënë çdo njeri që punon në çfarë do lloj sektori, në drejtim të kujdesit, në drejtimin mjekësor, në drejtimin e punëve të shtëpisë që mund të vi dhe të bëjë te një pacient, te një njeri i moshuar, absolutisht këtu është e përgjithshme para ligjit. Për çdo gjë që ndodh jo konform rregullave, për çdo situatë që ka ndodhur diçka pa pritur, absolutisht që do të gjykohet, do të merret në kontroll dhe do të gjykohet ka qenë korrekt puna e kryer apo jo. Dhe ka ndëshkim në rast se nuk është korrekt, besoj. Që nga heqja e licencave, që nga ngelja jashtë tregut punës, mund të ketë edhe ndëshkim edhe me dënime penale. Nuk e njoh kaq me hollësi këtë proces, po unë jam e bindur që të gjithë personat që shkojnë në një shtëpi të një moshuar nga një qendër sociale janë persona të regjistruar, janë persona të punësuar, të njohur juridikisht për punën që bëjnë. Ta janë punonjë social? Mund të vi urdhro? Quhen punonjë social, çfarë janë? Ato janë punonjë social që mund të jenë nevojave të ndryshme, mund të jenë nevoja vetëm për të kujdesin për higjienën, mund të jenë nevoja për kujdes mjekësor, për të matur për shembull nivelet e glicemisë në një të smur me diabet, apo për të kontrolluar medikamentet që merr pacienti. Domethënë, sipas nevojave, qendra sociale dërgon tek njerëzit e moshuar njerëzit e përshtatshëm për këtë punë, po që të gjithë janë të kontrolluar për punën që bëjnë dhe që të gjithë janë të ngarkuar me përgjegjësi për këtë punë që bëjnë.
Unë vëre që në Shqipëri njerëzit që punojnë me të moshuarit janë, nëse ke fatin, janë njerëz të mirë, por në kryesisht janë njerëz që kanë një hall, domethënë, nuk punojnë sepse janë infermier apo punojnë social, ata punojnë se kanë një hall, kanë nevojë për më shumë para dhe e bëjnë këtë punë. Punësohen. Si funksionon? Unë do të them një gjë, që këtu ka shumë nevojë për personel që të ndihmoj në këtë drejtim, për kujdestar të tillë. Por asnjë nuk punësohet nëse nuk përmbush atë modelin që kërkon vendi i punës. Nëse nuk ka dëshminë për katër, nëse nuk ka bërë specializimin për katër, nuk merren në punë. Në qendrën ku punojnë. Kemi shumë herë që zvoglojmë kapacitetin e institucionit për shkak të mungesës së këtyre kujdestarëve. Dhe nuk është se nuk mund t'ju themi ca shqiptarëve hajdeni të punoni këtu, por ato nuk kanë shkollimin e përshtatshëm dhe nuk mund të pranohen kaq kollaj për të punuar në këtë qendër. Ndërkohë që në Shqipëri, edhe unë e kam marrë për kujdesur për prindin tim, kam marrë njerëz që kam mundur të gjej dhe natyrisht kam pasur fati që duke punuar në shëndetësi të gjej dhe njerëz që janë të përgatitur nga ana mjekësore. Por ama në Shqipëri e kërkon ta bëj këtë punë vërtet ai që ka hall. Është e vërtetë. Ndërkohë që aty mundet, lejohet dhe nuk mbajnë përgjegjësi, këtu nuk është kështu. Duke e parë me syrin se ju vërtet jetoni dhe punoni aty dhe shikoni nga larg gjën, po këtu keni njerëz të dashur, jeni dashur të keni probleme të tilla. Keni pasur ndonjë ide si mund ta rregullojmë këtu këtë proces? Se ne shohim ata tani janë pleq, po ne jemi të zënë, jemi në punë, po plakemi dhe vet. Do plakemi dhe vet. Do na vi ky moment të gjithëve. Si mund ta rregullojmë? Që të ketë dinjitet në këtë moshë. Po pra, normalisht duhet të ngrihen institucionet për këtë punë. Shoqëria që duhet në plakje kur shtresa e moshës së plakur është shtuar, normalisht në gjithë botën sot është më e shtuar, dhe quhen shoqëri në plakje ato të cilat kanë më shumë pleq se sa të rinj që duhet punojnë për të mbajtur këto të rinj. Dhe këtë situatë po vjen te Shqipëria. Deri në vitet para pak vitesh nuk ka qenë. Unë jam marrë me disa projekte dhe më është referuar që Shqipëria nuk ka qenë akoma shoqëri në plakje. Ky është një problem në mbar botën, por ne duhet të fillojmë të ngrenë struktura që këto nesër pas nesër të funksionojnë. Natyrisht fëmijët nuk kanë shumë mundësi këtu t'ju shërbejnë prindërve. Janë në punë vet, janë prindër vet dhe nuk të jep njëri leje në punë për të shkuar se është mamaja e smur. Ndërkohë që në Shqipëri akoma veprojnë kështu. Dhe për sa kohë që bëhet kështu, institucionet nuk ngrihen. Sepse secili e zgjidh vetë dhe nuk ngre zërin për t'i plotësuar. Duhet instanca të kompletojnë. Në këto duhet merret Ministria e Punës Sociale, Ministria e Shëndetësisë. Modelet janë gati në përbot, nuk është e vështirë për të gjetur. Nuk kemi nevojë të krijojmë. Si, çfarë modelesh? Flasim pak. Se është qartë, të gjithë jemi të pakënaqur, po të gjithë jemi konsumator të pakënaqësisë sonë. E vuajmë vetë, pavarësisht se flasim, e duket sikur çlirohemi, po e vuajmë vetë. Si, unë dola për shembull para ca kohësh edhe më plasi shpirti, e thash. Çfarë bëni kështu? Njerëzit me demenca nuk kanë asnjë ndihmë në këtë vend. S'u ndihmon askush. Dhe ndërkohë jemi të rrethuar nga njerëz me demenca dhe askush edhe nuk e thot se kanë turp. Po këtu po bëhet dami. Dhe këtu s'ka asnjë ndihmë dhe Ministria e Shëndetësisë nuk ka asnjë nuk e di si ka mundësi që s'kan as kemp, asgjë se fusin fare. Se bëjnë sikur si dikur, vetëm po të ishe paralizuar ke kemp. Po pse, demenca nuk është paralizë për vetë dhe për familjen? Natyrisht. S'ka update të historisë shëndetit në Shqipëri. Pikërisht, domethënë për të përcaktuar se çfarë gjendje ka pacienti, ka disa teste që kryen. Dikur këto kanë qenë kryer në Shqipëri për fëmijët, edhe masnin pa aftësinë e fëmijës. Po njëjta gjë është edhe për të moshuarin. Edhe i njëjti, dhe i moshuari, po të testohet në pas të pikëve që merren nga ky testim, klasifikohet ka nevojë totale për shërbim apo për një institucion, duhet shuar në një institucion, domethënë këtu shumë merren vendimet. Dhe këto janë prandaj them hallka. Hallka është që këto të testohen dhe të grupohen atje ku ju takon. Dhe e dyta, nëse mund të ndihmojnë në shtëpi, duhet të ngrihen këto qendra sociale, që një pjesë janë edhe
kanë ngritur të qendrat sociale, për shembull në Korçë kanë dëgjuar që funksiononin shumë mirë funksiononin ato. Atëherë kur unë kam pasur një njerëz që kishte nevojë dhe gjetëm këtë lloj ndihme, po nuk e di sa janë përhapur më, a kanë ngelur kështu thjesht në disa iniciativa private apo disa projekte që kanë bërë njerëzit të veçantë përkohësisht dhe pastaj janë mbyllur. Jo, këto duhet të vazhdojnë. Prandaj do me thënë aty zgjidhja gjendet jo brenda familjes, do me thënë ajo që thashën në fillim, unë jam vetë geriatre. Nuk zgjendet në familje, sepse unë kthehem pastaj në një të sëmur. Unë nuk bëhem mjeke, unë thjesht bëhem paciente në momentin që shërbej. Absolutisht, po ka shërbime që janë aq shumë të vështira, saqë vetëm familja nuk i përballon dot. Janë shërbime 24 orëshe. Pikërisht në këtë rast se pacientët shkojnë në qendra që janë të tilla. Ka qendra që shërbejnë për një kohë të shkurtër, dhe quhen kujdes i shkurtër, domethënë pas rehabilitimeve, ku akoma nuk mund të shkojnë në shtëpi megjithëse janë rehabilituar, dhe duhet të shkojnë prapë në një qendër tjetër të rinë 2-3 javë, 1 muaj derisa të jenë të aftë për të vajtur në shtëpi. Po ka dhe qendra që janë për gjithmonë. Jo qendrat normale të plejtëve, por shkojnë që nuk duan të jetojnë më vetëm dhe shkojnë në qendra të tilla, po qendra që kërkojnë shërbim më të specializuar për 24 orë. Janë pacient të intubuar, janë pacient që nuk ngrihen më nga krevati, më thënë ka shkallë pleqërie, ta them më thjesht, të ndryshme dhe nevoja të ndryshme për shërbim. Kështu që prandaj them duhet të ngrihen këto institucione dhe natyrisht të ofrohen edhe disa ndihma që pikë së pari të paguaj edhe shteti vetë nga ato sigurime që këta njerëz kanë derdhur në punën e tyre. Por nuk flet më njëri më për këto gjëra. Po pse? Po mendojnë që është vetëm pjesë e shteti nuk ka dhe nuk bëhet. Po pra pse nuk flasin? Unë nuk e kuptoj pse nuk flasin. Nuk kam prindër këta njerëz, domethënë, që nuk flasin. Unë lutem njerëzit që flas. Unë kam pasur gjithmonë dëshirën të flas për të moshuarit, të kuptoj si mund ta zgjidhim, se unë nuk kuptoj njëherë pse Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri është edhe mirëqenie sociale. Këto duhen ndarë, mirëqenia sociale është diçka tjetër, nuk ka lidhje me shëndetësinë. Ndërkohë që mirëqenia sociale është mirëqenie dhe dinjitet për këta njerëz, të cilët tani po plaken keq, po vdesin vetëm, dhe kur them vetëm nuk fajsoj askënd, sepse koha Problemi është që ata njerëz që kanë fuqi të flasin, janë ata njerëz që vetë janë mirë ekonomikisht dhe nuk e ngrënë zërin për këto gjëra se kanë vetë mundësi të paguajnë. Por kjo nuk mjafton. Kjo është vetëm për një pjesë të njerëzve, kur shumica janë kështu siç tregoni ju. Po, e drejt. Unë duke folur me shumë kujdestare, sepse kam ndryshuar të tilla dhe ato flasin, tregojnë për familjet ku janë dhe praktikisht mësoj për njerëz, siç mësojnë ata njerëz për mua dhe kështu mësojnë për njëri tjetrin dhe askush nuk flet, heshtje. Por çfarë duhet kemi të? Është puna që ata që kanë, ata e mbulojnë për vete këtë shërbim dhe nuk ju intereson çfarë bëhet për shtresat e tjera. Mendoj unë. Ndërkohë shteti e ka të pamundur për shkak të sigurimeve. Domethënë, nëse ti në Gjermani ke ngritur një sistem sigurimesh, i cili pastaj krijon këtë gjë, këtu mungojnë parat, është ideja? Tash, sistemi i sigurimeve dhe këne ka funksionuar, por tani pikërisht do kthejmë prapë tek ata njerëzit që janë në gjendje të paguajnë. Pikërisht se ata kërkojnë njerëz të tillë dhe njerëz të tillë punësohen, shkojnë punësohen atje dhe paguhen mirë. Është rritur tregu, është rritur pagesa për këtë lloj shërbimesh. Dhe ata që nuk kanë mundësi të paguajnë këtë, janë të destinuar ose të shërbejnë familja, ose të vdesin ashtu siç thoni ju. Kjo është ajgërsia e kohës në këtë moment. Në një kohë që të gjithë kanë nevojë të njëjtë. Kam parasysh që shumë shqiptarë, të cilët shkuan në fillim në perëndim në Itali, kryesisht dhe në Greqi, bën këtë punë, u kujdesën për të moshuarit. E bën në të zezë, pa sigurime, pa gjë. Dua të them që dhe vendet afër nesh nuk kishin kaq të zhvilluar, se po flasim për Gjermaninë, po vendet afër nesh në këtë mënyrë zgjidhen dhe ata. Tani kanë filipinez ose kanë njerëz të tjerë, se kështu e zgjidhi dhe bota, jo me rregulla të qarta. Po ne kemi fare të paszgjidhur, por mund ta zgjidhim duke parë si e zgjidhen të tjerët. Atëherë, domethënë në Shqipëri çfarë mund të funksionojnë janë dhe këto shoqatat ose mund të fillojë që edhe nga iniciativa personale që njerëzit mund të bëjnë këtu, për shembull funksionon ndihmon komshiu.
sepse në mëngjes nuk vishe dot vetë, shkon e ndihmon, domethënë funksionojnë dhe këtu gjëra të tilla që atje edhe mund të ngrihet zëri dhe të ndihmojnë, por është e vështirë, nuk mund të detyrosh njëri. Projektet janë. Jo, nuk flas të detyroj komshiun, unë dua detyroj shtetin, se komshiu. Po. Jo, e kam fjalën pavarësisht që këto shteti e ka të rregulluar me ligj këtë gjë, funksionojnë edhe ndihma të tjera, pikërisht atje ku të ardhurat janë më të pakta, funksionojnë dhe ndihma të tjera. Tek neve disa gjëra kanë funksionuar në bazë të disa projekteve që janë bërë fillimisht, po besoj që dhe këto projekte në kalimin e kohës janë paksuar në Shqipëri. Shqipëria po prezantohet tani si një vend që ka një zhvillim më të mirë dhe kështu që edhe projektet shkojnë atje ku janë vatrat më të nxehta në botë, edhe tash ka plot të tilla, se vetëm vende luftës sa kanë në këtë moment. Dhe projektet, nëse nga Gjermania në Shqipëri ka pasur shumë më tepër projekte para disa vitesh, janë në bindur që tash janë paksuar, sepse është Ukraina, është Lindja e Mesme, janë vende të tjera të cilat kanë hapur fronte të reja pune për projektet. Po kjo është diçka që se ne ndërkohë nuk e zgjidhem. Domethënë, unë vetë për shembull kam marrë disa qendra të moshuarish dhe ky është në një qendër jam bjer, ishte një tmerr, ishte një afërmja ime, kur e pash të shtrirë në një krevat në një qendër dhe unë mendova se ajo ishte një po jepte shpirt, aty s'kishte asnjë njerëz, ishte psikiatri praktikisht, nuk e haroj. Dhe nuk kuptohet, e hoqën me një zonjë që aty e çuan diku tjetër që më la një shije tjetër, edhe bëj fjalë për çmimet e ngjashme, nuk ishte çështje çmimi, ishte çështje karakteri njerëzish që kishin hapur qendrën, një tmerr. Po gjithsesi, kudo që kam shkuar në qendrat të moshuarve, nuk keni gjetur nuk janë shumë dhe nuk më duket ajo zgjidhja, se nuk është zgjidhja e marrur nga shtëpia dhe e çoj atje, dhe unë jam rehat, e hallin e ka ai. Nuk është kjo zgjidhja. Nuk janë zgjidhjet asaj. Të vë një kamera në shtëpi se do të kontrolloj. Po. Nuk janë këto zgjidhjet, domethënë zgjidhjet janë të tjera. Ne duhet të mësojmë si zgjidhet kjo histori. Jo, pra. Pikërisht unë domethënë ajo që dua të them pikërisht këto qendrat e riabilitimit si qendra ku unë punoj janë të rëndësishme që të moshuarit mos bëhen problem të ardhjes së këtyre situatave që ju tregoni, ku është edhe më e vështirë në Shqipëri. Pikërisht, nëse fillojnë për shembull qendra e riabilitimit, do të thotë që përjashton nga ky kontingjent një pjesë të mirë njerëzish, nuk i bën të gjithë për shërbime, nuk i bën të gjithë që familja të jetë ngarkuar ekonomikisht për pagesa të tilla. Ju lodh puna juaj? Nuk mund të them që jo, unë jam më e re. Unë e kam të kufizuara vitet që do punoj, ose kohën që do punoj, po ka ditë që më jep kënaqësi, ka ditë që më lodh. Punoj akoma me dëshirë, prandaj dhe kam vendosur të punoj edhe pak, po natyrisht edhe të lodh. Ajo që më pëlqen këtu në dallim nga puna në Shqipëri është që çdo hallk e punës është e sistemuar, funksionon, lidhja midis njerëzve që punojnë në një qendër funksionon, sepse çdo hallk unë mbaroj, firmos një dokument, kam vendin ku e dorëzoj. Atij që i duhet ky dokument vetë shikon në atë vend dhe e gjen të firmosur, e merr dhe vazhdon punën. Këto gjëra që ne nuk kanë qenë. Domethënë që ne janë bërë si kam dashur unë, si ka dashur kolegja ime, apo kolegu im, jemi marrë vesh apo nuk jemi marrë vesh. Këtu nuk i ke shumë këto probleme. Këtu është puna më e qetë, natyrisht ka ditë që janë shumë punë, sidomos kur ne marrim shumë pacientë të rinj. Është puna shumë e ngarkuar, ose kur kemi pacientë me probleme të cilët duhet i kthejmë prapë nëpër spitale, tentojmë fillimisht të ndihmojmë aty ku janë, dhe nëse nuk arrin, nuk mjafton ndihma e aty, ne duhet i çojmë nëpër spitale. Kështu që siç është një ditë, nuk është një ditë. Gjithsesi, puna në krahasim me Shqipërinë ju dha një tjetër, sa mirë që ju filluat aty të punoni në profesionin tuaj, në kuptimin në mjekësi përsëri. Po, nuk do kisha bërë punë tjetër. Përndryshe, unë kam filluar këtu 2 vitet e para kam punuar në anestezi dhe në terapi intensive, ashtu siç kam punuar për vitet e tëra në Shqipëri. Dhe pastaj, meqense më dukej shumë që të vazhdoja të punoja në qendrat e terapisë intensive dhe sidomos në rojet që bëhen në këto qendra që mund të kesh 3-4 në muaj, dëshirova të bëj diçka tjetër që të jem më e lehtësuar nga këto gjëra. Dhe kështu që
gjeta mundësinë të punoj në këtë qendër. Jam mirë këtu ku punoj, vërtet ishte një punë e re dhe unë geriatri nuk kam bërë më përpara. Por janë konceptet e mjekësisë që mbahet në vete gjithë jeta, gjithë puna që kemi bërë deri tash. Kështu që nuk që kaq e vështirë që unë të ndroja pak drejtimin tim, por që punova si mjeke nuk ka qenë rrugë e lehtë, ka qenë shumë e vështirë sepse këtu jepet një leje pune, për të cilën nëse nuk të mjaftojnë dokumentat që të sjell nga shteti ku ke bërë shkollën dhe ke punuar, të detyrojnë të japësh një provim. Dhe unë megjithëse kisha premtuar që këtë provim nuk do ta bëj, me dëshirën e madhe të familjes që kam këtu, e kam bërë dhe në një farë mënyre isha shumë e lumtur që e kalova me sukses provimin, edhe më dhanë të gjitha të drejtat që mund të punoj në çdo qytet të Gjermanisë ku të dua. Ju në Shqipëri ishit mjekë anesteziste? Unë kam qenë mjekë anesteziste reanimatore. Në Tiranë? Në Tiranë, së fundmi kam punuar në maternitetin me Tresha Geraldin. Dhe nga materniteti ikët? Nga materniteti, po. Keni ikur vonë nga Shqipëria? Në 2018, në tetor të 2018-ës jam vendosur në Gjermani. Pas keni ikur vonë? 2018-ën. Pse ikën një mjeke nga Shqipëria në 2018-ën? Pse ikën? Një mjeke nga Shqipëria ikën sepse është gjithë familja këtu. Ju kishit aty fëmijë? Unë kam qenë dikur në Gjermani, burim ka qenë diplomat dhe fëmijët u rritën këtu. Ne duhet të ktheheshim dikur, kundra dëshirës tyre. Fëmijëve u premtuan që të vinë të bëjnë shkollë në lartë. Ato ashtu erdhën dhe pastaj njëjtën bashkëshortët janë martuar, janë punësuar mbas mbarimit të atyre të mbarimit të studimeve, kështu që unë isha vetëm tashmë në Shqipëri. Bashkëshorti nuk jeton më, kështu që mendova që të vija afër familjes, por të mos u bërë të vështirë këtë pjesën e moshës së tretë. Të them të vërtetën. Dhe me thënë edhe vetë, duke qenë se punoni me ta, e keni të qartë, si vjen, si janë fazat e jetës? E kam të qartë, dhe pikërisht mendova që do t'ju bëj të vështirë fëmijëve të qenë atje vetëm dhe kur të fillojnë problemet. Kishit hallë për fëmijët, jo për veten? Më shumë, me thënë të drejtën më shumë për fëmijët. Keni ndonjë merak për veten tani, ndërsa mosha ecën, siç kanë të gjithë meraqet e fazave të veta në jetë, po ju e njihni më nga afër këtë fazë? Nuk mendoj aq shumë për të ardhmen. Kam një favor që deri tash jam mirë me shëndet, edhe akoma nuk kam filluar të kem frikat e të ardhmes. Jeni mirë se jeni ushqyer mirë, keni bërë sport, çfarë keni bërë që jeni mirë? Natyrisht mirë jam ushqyer, nuk e diskutoj, po sport nuk kam bërë aq shumë, aq sa sport bënim në Shqipëri, po ndoshta genet. Kështu që do me thënë natyrisht, do vi një ditë që dhe unë do kem problemet e mia, dhe të shpresoj që këtu do mund të rri edhe të mbulohem nga diçka, nga disa shërbime, por nëse s'mundem, Shqipërinë unë e kam aty. Gjithmonë mund të vi në Shqipëri. Në Shqipëri kam qenë shumë e lumtur në kuptimin, kam pasur një shoqëri shumë të mirë, kam jetuar mirë, kam pasur punë të mirë. Kështu që nuk kam hikur nga Shqipëria se ishte keq Shqipëria, kam hikur se u bë familja sebeb për këtë punë. Kështu që edhe kur vi me pushimet është shumë mirë. Jam shumë e kënaqur me atë shoqëri që e kam ngritur në vite dhe që e vlerësoj akoma edhe sot. Shumë faleminderit edhe që jeni kontributore në shoqërinë shqiptare ende, sepse dhe ai komenti juaj ishte kontribut dhe prandaj me njerë ju ftuam që të mësoni më shumë, por ja çka kënaqësie, takuam një njeri i cili e ka bërë atë ciklin nga një vend ku punonte në Shqipëri ku dëgjonte të qarën e bebit, te një vend tani që dëgjon të qarat e njerëzve në një lloj moshe që e dinë që vim edhe ikim, se kjo është jeta. Ashtu është, unë e kam dashur gjithmonë pacientin, çdo që ka qenë. Por me thënë të drejtën edhe këtu ku jam, i përkëdhel këto të moshuar, sepse ata për atë kanë shumë nevojë. Jo vetëm për ndihmën mjekësore, por edhe për fjalën e mirë. Pikërisht kjo jeta vetëm të gjithë i ka bërë
shumë deficitar në këtë drejtim. Të gjithë kanë nevojë për të folur. Këtë flasim ndonjëherë me ty e më, kur themi që të kishim marrë një zonjë të huaj që të kujdeset, të shikojmë nga që të bëjmë, edhe ajo na i ka bërë të qartë që ç'gjë do flas në të. Unë dua të flas. Unë dua t'i tregoj sa të bukura i kam lulet, ajo se kupton. Sa herë që hyn nëpër dhomat e pacientëve, edhe gjej nga një shkak aty në komodinë, njëherë gjej një libër, e pyes që çfarë i pëlqen, ose gjej një fotografi, e pyes kush është, në mënyrë që të bëjmë marrëdhënie sa më të afërta me ta, dhe ato ndjen aq mirë nga një bisedë fare e vogël. Ato ndjen shumë mirë. Dhe unë nuk e bëj me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për këtë intervistë, kënaqësi. Edhe për mua ishte kënaqësi. Megjithëse jemi takuar për herë të dytë bashkë, dikur kur ju ishit shumë e re, ka qenë hera e parë. Jemi takuar bashkë? Jemi takuar një herë në maternitetin e Mbretëresha Geraldine. Po ç'bëja unë te Mbretëresha Geraldine? Për një intervistë, po. Për intervistë. Po, kë kam intervistuar, kush e di? Në kohën e cilit? Nuk e mbaj mend çfarë viti ka qenë, po nuk ja vlen ta zgjat. Nuk e zgjat. Atëherë jemi takuar portet dhe që atëherë nuk e kam takuar më. Kam respekt, më pëlqejnë shumë emisionet tuaj, dhe ju kam ndjekur vazhdimisht deri në intervistën e fundit në Top Channel me atë shkrimtarin francez, Michel Houellebecq, nëse e kam shprehur drejt. Dhe jeni bërë shebep që unë të lexoj disa libra të tij, bile madje momentalisht kam një të tjerë në dorë. Cilën po lexoni tani? Cilën? Thermiat elementare. O, sa e bukur, particelle elementare. Unë kam lexuar italisht atë në fakt. Shumë e bukur, është shumë e mirë. Edhe për mua ishte intervista e fundit në Top Channel. Aty e mbylla. Ishte intervista e fundit dhe mbaj mend shumë mirë. Dhe për atë kam filluar, e kërkova, gjeta libra, lexova, tani po i lexoj edhe në gjermanisht. Po natyrisht është pak i vështirë, kështu që të jep më kënaqësi në gjuhën tënde, nuk e di ju si e ke përjetuar italisht. Po, është edhe në Shqip, ka botuar Skënderbek Books, unë prandaj e intervistova, ishte një çudi e madhe që intervistova dhe e mbylla me nder atë intervistë. Ai ishte njëri me një botë aq të pasur sa që kishte provuar gjitha situatat në jetë dhe dikur ishte ky që është sot që është i përkthyer në shumë vende të botës. Është një mendje e jashtëzakonshme. Unë kam pasur shumë kënaqësi të intervistoj njerëz të cilët i japin nga vetja botës. Ju ishit njëra prej tyre, kënaqësi. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Ju uroj gjithë mirat. Faleminderit. Isha në një intervistë jashtë e çuditshme, është bota. Një koment si një zonjë e cila në një emision tregon diçka për geriatrin, edhe gazetari që lexoi e mori pediatri, unë hyra kërkova, jo, thash diçka tjetër, eftojmë e njohëm, në fakt njiheshim, sepse zonja thotë që më ka parë të intervistoja dikë te Mbretëresha Geraldine. Sikundër ka parë emisionin tim të fundit në Top Channel që e bëri që t'i futet leximit të Michel Houellebecq. Jam shumë e lumtur që ndikoj në mënyrën time, në jetën e kujdo shikon qoftë edhe një emision. Mundohem ta bëj mirë, jam e qartë dhe përgjegjshme për këtë. Faleminderit. Regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rutina Xhunga. Janë 2 kanale në YouTube, të cilat shoqërojnë shqiptarët kudo që janë në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit që je me ne.